Linda Ray ka marrë një dhuratë për përvjetorin e lidhjes nga ishi dashuri. Ajo ka marrë lule dielli si dhuratë. Ishi dashuri më pasi ka bërë gati edhe një video duke i uruar përvjetorin. Por Linda tha se situata e tyre është e komplikuar. Nuk mjafton vetëm dashuria, jemi shumë ndryshe nga njëri tjetri. Vjen një pikë kur lodhesh, tha ajo. Por, më pasi dashuri vet ka dërguar një mesazh në Big Brother VIP Kosova, pasi nuk i ka pëlqyer afërsia e saj me Edin. Jemi në Big Brother. Atë mund ta ketë prekur, por vendimin për ta mbaruar historinë ishte i tij. Unë kam luftuar që të jambush mendjen, u përgjigj Linda. Mesazhi nga i dashuri. Urimet më të mira çiftit të sapo martuar që të jenë të lumtur bashk. Ajo zgjodhi nga cila shishe do të pinte. Me sa duket duhet t'u japësh konkurrentëve më shumë ujë. Urimet më të mira për shfaqjen. Më vjen mirë që gjete një shishe tjetër për të pirë. Nëse ju pëlqeu kjo video shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova. Që e gjeni në bio mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.